programet e kategorisë së parë, destinuara për të gjithë publikun. Të jesh zëvendës ministër i punëve të brendshme në një shtet nuk është vetëm titull. Është përgjegjësi, sfidë dhe angazhim i vazhdueshëm për rendin, sigurinë dhe funksionimin e përditshëm të një institucioni jetik. Në këtë edicion special, ekipi ynë vendosi të ndjek nga afër një ditë të zakonshme të zëvendës ministrit të punëve të brendshme të Republikës së Maqedonisë, zotëri Astrid Iseni. Si duke dita e tij, si merren vendimet e rëndësishme dhe sa kohë mbetet për jetën personale, e zbulojmë së bashku. Një ditë e zakonshme e jotja. Falënderit një herë për mundësinë e krijuar. Besoj se çdo ditë e jetës është një mundësi e re që ne do të bëjmë një vepër të mirë dhe të falenderojmë normal një herë para Zotit për gjithë këto mundësi dhe rrethanat e cilët na krijohen. Një ditë e zakonshme për pozitën e zëvendësministrit punëve të brendshme është një ditë shumë sfiduese. Paraprakisht edhe para se të fillojmë këtë pozicion, normalisht me takimet me veprorët, më kanë dhënë këshilla, koordinata se është një det me shumë ngarkesa. Në fillim nuk e kam besuar se është e tillë, mirë po me kalimin e kohës me të vërtetë e pash se është ndoshta problematika e kësaj ministrie dhe sfidat të cilët i kemi këtë ministri ndoshta janë në thellësinë edhe të toqanit. A ka ndonjë rutinë që ndjeqni ju çdo ditë? Besoj se prej ditës hënë deri ditën e premte, ajo që është normal orari i zakonshëm, është një rutinë të cilën ne fillojmë ora 8 rrugtimin për ministri dhe çdo ditë kemi agjenda caktuar. Besoj se është një prej ministrive më të ndjeshme, prej gjitha ministrive, në të cilët asnjë ditë pothuajse nuk është e lirë. Çdo ditë kemi detyrat caktuara, çdo ditë kemi punë në kuvend, çdo ditë kemi në qeveri, takime me njerëz, takime me ambasada të ndryshme, po edhe problematika të cilët paraqiten me qenë se dihet do të thotë se është një prej ministrive në të cilën çdo ditë nuk na lën rehat. Çka ju pret sa po të hyni në zyre? Me siguri agjenda është shumë e ngjeshur. Agjenda është e ngjeshur, normal, personat, zyrtarët, policorët, duke filluar prej te personeli do të thotë në hymje, sekretareshët të cilët i marrin gjitha detyrët brenda ditës të cilët duhet i kryjnë. Pastaj ka një sër dokumenteve të cilët duhet çdo ditë normal që ne nënshkruajmë për takimet, për mbulesat e zyrtarëve policor, detyrët të cilët i kemi dhe normal agjenda fillon prej startit me ndonjë angazhman. Ose kemi ndonjë delegacion, ose kemi ndonjë takim. Protokollet janë strikte në Ministrinë e Punëve të Brendshme, kështu që fillim të punës ne mblidhemi gjithë, këshilltarë shtetëror të cilët reprezentojnë në kabinetin e zëvendësministrit, mblidhemi, sqarojmë ndoshta edhe paraprakisht për ditën e kaluar apo angazhmanet që i kanë pas në për komisione të ndryshme, punësimet e kadetëve të ri, pastaj pozicionimet e ndryshme të cilët ndodhin çdo ditë, meqense Ministrinë e Punëve të Brendshme ka çdo ditë lëvizje, ka avancime të ndryshme, kështu që japin një raport se çka na pret dhe si kanë kaluar ditëve të thotë në vijim. Zëvendësministër, ju që 18 vite punoni edhe si profesor në Universitetin e Kosovës. Na trego si është ajo? Po tash ajo pjesë është një pjesë që unë gjithherë përshkruaj, unë kam lind në universitet. Do thotë starti im prej asistentit ka qenë falë Zotit në universitet dhe është një prej pjesëve që vazhdon. Edhe më tutje, do thotë kjo rutinë nuk është ndalur,
unë vazhdoj me pësirëdhënien atje, mirë po jo me atë intensitet të cilën e kam pas më herët, vendi i punës normalisht se më pushon, mirë po në Tetov kam vazhdu të ligjeroj, fatmirësisht se kemi personel atje të cilët e mbulojnë pjesën e ushtrimeve, po është një ndër pjesëve më të këndshme të jetës. Normalisht unë kur ta vaj krahasimin mes akademisë dhe Ministrisë Punëve të Brendshme, është një krahasim do të thotë në të cilën në akademi shpërblimet nuk kanë nevojë ndoshta edhe për shumë media, sepse atje dihet me dekorata, me punën të cilën e bën, përfaqësimin nëpër konferenca, punimet shkencore, radhitja e botimeve të librave, atje nuk ka nevojë do të thotë edhe për një marketing të veçantë, sepse puna e bën vetën. Dhe dihet ka një orar caktuar, mirë po në Ministrinë e Punëve të Brendshme kur bësh një krahasim, do të thotë nuk ka orar. Kjo është punë intensive, dhe është them ndoshta përgjegjësia dhe angazhmani ndoshta dyfishi i përgjegjësisë akademisë apo trefishi i përgjegjësisë akademisë. Edhe si është raporti me studentët tash, si zavendës ministër, si pe perceptojnë ata? Unë jam mundu që, si thot popullor, që të rri me këmbë tokë. Do thot, ndoshta më karakterizon, është vështirë të flasësh për vetës, po ne dalim ndonjëherë edhe për modestisë, po jemi mundu do thot që të rrim ato që kemi qenë. Ndoshta edhe gjatë kësaj periudhe jam kritikuar edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme se e kam luajtur ndoshta edhe rolin e profesorit. Mirë po unë mendoj se është dashur që edhe këtu të ndrohet një pasqyrë e Ministrisë Punëve të Brendshme, të vijë një format i ri, sepse ne gjithë apo aludojmë si funksioner dhe si shtet aludojmë apo të ndjekim hapat e BE-s. Kështu që në universitet jam pritur shumë mirë, meqense për universitetin ta kish edhe një funksionar shtesë politik, është një aneks ndihmë, sepse e kanë një njeri i cili reprezenton dhe normal se është krenari edhe për universitetin se kanë njerëz, edhe të tillë ka pas deri tash shumë persona të cilët kanë reprezentuar nëpër ministri të ndryshme. Mirë po rolin të cilin këtu e kam luajtur jam munduar dhe thotë që me gjithë stafin e policëve dhe thotë dhe gjithë stafin administrativ që të kem raporte të mira, raporte normalisht të cilët do të reflektojmë me sjelljen tonë, me butësinë tonë, edhe pse Ministria e Punëve të Brendshme e dim dhe mbrojtja kërkon disiplinë më shumë, kërkon ndoshta që edhe ndonjëherë edhe të urdhërojmë, sepse ashtu janë ministrit, normal kërkohet pak më strikt që të jemi nëpër gjitha ato vendimet të cilat i marrmi, po besoj se dal nga dal jemi duke adaptuar edhe në këtë pozicion. Zavendës ministër, sa është e ndërlikuar të menaxhoni çështje që lidhen me sigurinë, rendin dhe punën policore? Normalisht se primati kryesor dhe qëllimi kryesor i kësaj ministrie është rendi dhe siguria publike, kështu që çdo ditë hasim në sfidat ndryshme, çdo ditë ballafaqohemi me problematika të ndryshme, po besoj se Ministria e Punëve të Brendshme ka kapacitete për të ballafaquar me gjitha rastet të cilët normalisht përballemi çdo ditë. E dim do të thotë përditshmëri, se është një prej ministrive më të ndjeshme, atë që edhe vetë e thatë se është flitet për rendin publik, flitet për sigurinë e gjithë qytetarëve, kështu që mendojmë se në përditshmëri çdo ditë bie numri edhe i problematikave të ndryshme të krimit organizuar, jemi agjil dhe vigjilent në çdo problematikë, çdo sfidë që paraqitet, dhe mendoj se bashkarisht me gjithë personat zyrtar policor të cilët janë të involvuar këtë problematik, ja dalim dhe thotë që ta menaxhojmë edhe këtë sfidë. Zavendës ministër, apo keni punë ma shumë zyra në teren? Po tash puna është e ndërlikuar këtu. Kemi punë edhe në zyre, edhe punë në teren. Po besoj se prej mëngjesit marr me agjendën, zyrtarët të cilët janë përgjegjës për agjendën prej fillimit ditës në zyre, elaborojnë, raportojnë për gjitha takimet që i kemi, dhe normalisht se puna në zyre është edhe e lodhshme, edhe pse ndoshta ndonjëherë mendojmë se të krijon një komoditet, po prapë është e kombinuar. Ajo në zyre krijon pak stres më shumë se kemi takime ndryshme, kemi protokolle ndryshme që duhet
t'i respektojmë, duke e ditë do thotë se prapë kjo Ministri e Punëve të Brendshme ka protokollet të cilat duhet respektohen, është një hierarki e cila ka funksionim më të lartë, sikurse Ministria e Mbrojtjes. Kështu që puna në teren është punë besoj më e lehtë për mua, meqense ne gjithë vim prej terenit, edhe profesionin të cilën akoma unë vështroj si profesor universitar, normalisht se puna e terenit krijon një komoditet të mirë, krijon emocione të ndryshme, dhe normal dalim prej zyreve sepse nuk kemi ardhur që t'i ruajmë zyrët dhe të bëhemi birokratë. Si e ndani kohën mes takimeve dhe koordinimeve dhe vendimarrjes? Po koha gjithçka këtu është planifikuar. Takime do thotë brenda javës i dim saktësisht, paraprakisht lajmërohen ambasadat e ndryshme të cilët ne këtu i kemi reprezent çdo ditë, marrëveshjet, memorandumet të cilët i nënshkruajmë. Çdo javë pothuaj se këtu ka dinamike e njëjtë, gati një vit që unë jam prezent këtu. Unë besoj se asnjë ditë lirë akoma nuk e kemi, dhe kështu që mundohemi ta menaxhojmë gjitha takimet që i realizojmë me ambasadat e ndryshme, me organizatat e ndryshme të cilën paraqiten nevojat, kërkesat që i kanë edhe ato dhe drejtohen tek ne, meqense çdo institucion ka lidhshmëri me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Dihet ajo që tham parsorja, siguria dhe rendi publik. Kështu që ne mundohemi do thotë që t'i menaxhojmë. Po edhe në vendimarrje kemi çdo ditë mbledhje komisione të ndryshme, të cilët duhet përgatitemi pak më shumë, t'i shqellojmë pak më shumë, po falë kësaj që kabinetet janë me njerëz kompetent, me shkollime adekuate, të cilët kanë edhe përvoja institucionale. Me ekip mundohemi që edhe gjatë atyre takimeve, mbledhjeve të cilët janë përditshmëri, siç janë kolegjiumet e qeverive, pastaj komisionet të ndryshme të cilët mbahen në kuvend, në të cilët bihen edhe vendime të mëdha. Tash e dim se është në përgatitje edhe ligji i policisë, edhe ligji i punëve të brendshme, të cilët këto ditë do të kalojë në komisionet e qeverisë deri në ratifikimin apo miratimin final në kuvend. Nuk është e lehtë, bien vendime të tilla, po besoj bashkarisht me gjithë stafin i cili është në këtë ndërtesa e parë, si i themi në Ministrinë e Punëve të Brendshme, arrim do thotë që konsolidohemi prej te ministrit deri te drejtori i policisë, bim vendime do thotë bashkarisht. Zëvendës ministër, cilat e arritura kishte mujt mi nda me neve prej kohës kur je këto? Besoj se prej fillimit kemi punu për projekte të ndryshme, projekte siç është projekti i Safe City-t, i cili ka fillu të integrohet në qytetet kryesore, është një projekt madhështor, duke fillu prej kryeqendrës Shkupit, qyteteve më të mëdha siç është Kumanova, Tetova dhe gjitha qytetet tjera, që besoj se implementimi do të fillojë në vitin 2026 në janar. Përpos atij projekti jemi mundu do thotë që t'ja u lehtësojmë qytetarëve edhe shërbimet administrative. E dim se problematika e kakmoqshme ka qenë marrja e dokumentacioneve personale, kështu që jemi mundësuar që nëpër shumë vende rurale, sidomos atje ku nevoja besoj se është shumë më e madhe se e vendeve urbane, të hapmi qendra apo njësi të shërbime administrative duke fillu prej Likovës deri në Struk. Dhe tash kemi arrit në 7 vende të implementojmë zyre të reja të shërbimeve dhe besoj se qytetarët janë të kënaqur shumë me këtë projekt, meqense edhe ai fluks që ka qenë nëpër vendet urbane është minimizuar, kështu që është bërë një balans besoj se i marrjes së dokumentacioneve. Projekte tjera që mund të lavdërohemi është se një ashtu kemi punu shumë edhe që te pikëndalesat kufitare të mundsojmë qytetarëve qarkullimin më të lehtë. Bizneset të cilët qarkullojnë, qytetarët të mos presin gjatë nëpër kolona, të cilët kemi gjetat problematikë kur kemi ardhur në këtë ministri. Kështu që e dim se filluam me vendkalimin kufitar të Bllacës, agje implementuam vetëm one stopin. Tash në vazhdimsi e kemi në pikën kufitare në Tabanoc, që besoj se për periudhë shkurt kohore edhe atje do të bëhet hapja solemne. Në Jazhinc, në Bellanoc dhe pikat kufitare tash në Qafthan, Bllatë, Shënnaum, atje vetëm se jemi në përfundim të arritjes së marrëveshjeve me disa vërejtje të cilët normalisht pala e Shqipërisë me palën e Maqedonisë së Veriut kemi mbledhjet e fundit dhe ato do të kalojnë në qeveri grupet punuese, pastaj normal presmi që edhe ajo të ratifikohet edhe në kuvend. Kështu që ka edhe projekte të shumta të cilët i kemi realizuar, besoj ngritjen e pakave të policëve, që policët kenë një dignitet më të theksuar,
dhe projekte të ndryshme të cilët besoj se janë me dhjetra, të cilët ne vetëm se i shpalosëm në 1 vjetorin e qeverisjes dhe ne nuk ndalemi deri këto. Uniformat mungojnë polici, veturat mungojnë në polici, kështu që jemi duke u munduar që brenda këtij viti policit ndihet do të thotë me një dinjitet pak më të lartë dhe normalisht ta kryejë detyrën me një pik motivi më të lartë, dihet kur kushtet janë do të thotë të një niveli të lartë, besoj se kthehet dinjiteti i policit, ai dinjiteti i cili është besoj se meritor për zyrtarët policorë. Zëvendës Ministër, cilat janë disa nga vendimet apo situatat që kërkojnë reagim të menjëhershëm gjatë ditës, mund të ndani ju ndonjë shembull konkret? Po vendimet, për shembull, ne kemi pasur shumë sfida të tilla. Prej ditëve të para kur kemi filluar reprezentimin, shembull si zëvendës Ministër, normal e dim se mbas rregullorës vetëm se zëvendës Ministri ka drejt që ta zëvendësojë, dhe është roli i zëvendësit ministrin. Prej prezentimeve të para, kur bihen vendimet atje te oda e kuvendit apo te oda e qeverisë, normalisht kemi hasnat se ndonjëherë apo takimin e parë, mbledhjen e parë që e kam pasur për komisionet e tilla, ndoshta nuk kanë qenë përkthyera materialet. Kështu që ka qenë një sfidë e parë, normalisht ne nuk kemi pas përvoja prej botës akademike kur të kalosh në një funksion i cili besoj se nuk është edhe i lehtë për të menaxhuar, kemi has problematika të tilla, kështu që ne jemi mundu që të marrëmi resurse humane këtu dhe ta kryjmë detyrën dhe normalisht ne dalmi faqebardh për atë që edhe na tangon edhe në kushtetutë edhe me gjithçka. Kemi angazhuar përkthyes, kështu që në mbledhjet tjera normalisht kemi qenë përgatitur me materiale në gjuhën shqipe, ashtu edhe normalisht si na takon neve si etnitetet të cilët jetojmë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pastaj ka pasur normalisht edhe sfida tjera, ligje tjera të cilët ne i diskutojmë edhe në takimet e kolegjiumeve të ministrisë. Jemi mundu do të thotë që të marrëmi pozicione të mira dhe normalisht ato pozicione të cilët i kemi gjetë i ruajmë ato pozicione, flas për shqiptarët, kështu që ka dhe risi të cilët besoj se me ligjen e ri jemi munduar që ta avancojmë edhe ato pozicione. Shembull ekskluzivisht ndoshta mundemi për televizionin tuaj të themi se me ligjin për polici dhe ligjin për punë brendshme jemi munduar që për herë të parë zëvendës drejtori do thotë i policisë të jetë funksion politik e mos të jetë vend i punës, sikurse gjitha institucionet digastere tjera i dim të cilët kanë drejtor dhe zëvendës drejtor të cilët janë funksionar politik dhe normal emrohen prej qeverisë, jemi mundu me këmbgulsi që normalisht ta marrëmi një pozicion të tillë. Gjithashtu është diskutuar që zëvendësët të hiqen, jemi mundu që në kolegjiume kam qenë këmbgulës që gjitha zëvendësët në stacionet policore të qëndrojnë dhe normalisht mos të hiqen ato, meqense ne e dim se përpos kryeshefit Tetovës, atje edhe ku gravitojnë më shumë pjesën e perëndimit shqiptarët, qëndrojnë gjitha zëvendësët atje dhe normalisht disa pika të cilët gravitojnë shqiptarët, siç është shembull stacioni policor i Sarajit, mos tjetë kompetenca të stacionit të Gjorsës, po normalisht bëhet stacion në veti. Do thotë pavarësohet, meqense e dim se ka popullat do thotë shumë atje dhe normalisht meritojnë që të jetë një stacion në vete, kështu që në tarmën planifikojmë atje edhe të investojmë një ashtu edhe në infrastrukturën e stacionit policor. Kështu që ka shumë sfida të cilët ballafaqohemi, po normalisht të cilët prekin do thotë atë thelbin kombëtar, normalisht se ato janë pikat ndjeshme, por ne besoj se do të qëndrojmë stoik dhe do ta mbrojmë dinjitetin e gjithë zyrtarëve policor, pa marrë parasysh etnikumin, po sidomos ato që ne reprezentojmë kombin tonë shqiptar. Në pozitat të tilla me siguri është i pranishëm edhe stresi, si arrini ta ruani qetësinë? Po pak më herët me qenë se unë vi prej një profesioni tjetër, ata gjithë e din, jam kineziolog, gati 17 vite jam profesor universitar dhe normalisht është një shkencë humane, shkencë fisnike, ashtu si e takzojnë edhe shumë pedagog. Ma herët para se të fillojmë politikë dhe para se të filloj të kyqem këto anale dhe edhe të funksionit, kam mund të menaxhoj sepse kemi pas ndoshta edhe kohë të lirë më shumë, edhe me aktivitete, mirë po me këtë pozicionim është vështirë që gjej kohë të lirë, ka ngarkesa, ndoshta brenda ditës nuk ke hapësirë as për edhe të marrë një racion të ushqimit, sepse ashtu është dinamika, ashtu është do thotë problematika e funksionimit, kështu që jemi mundu dhe po mundohemi që ti përkushtojmë edhe vetes, mirë po prapë
kemi marrë një përgjegjësi të madhe mbi supe, kështu që prapa neve rri një popull i tërë, edhe ajo është peshë shumë e madhe, nuk kemi pishman, do thot, them kështu popullarëse, që jemi në këto digastere, që jemi kyç në politik, normalisht se ndjehemi krenar, që i reprezentojmë popullatën tonë, dhe do të vazhdojmë me sinqeritetin më që të shërbejmë gjithë qytetarët. A ka bashkëpunim efektiv mes MFP-s dhe qytetarëve? Besoj se intenca ime kryesore ishte ajo. Kur fillu takimet e para këtu t'i mbajmë me gjithë e prorët policor, vërejtja ime e parë ishte sjellja. Me qenë se si qytetari i lirë, gjatë ndalesave të cilët edhe më herët kam hasur edhe unë si qytetar, kam pas vërejtjet e mia. Kështu që kur fillova t'i takoj e prorët, policor, normalisht se ajo që më interesoi ke ishte edukimi apo riedukimi i policëve, sjellja e cila është besoj një ndër virtytet kryesore të njeriut, dhe u mundova të thotë që kjo ministri të reprezentohet ndryshe, apo të pasqyrohet ndryshe. Mos pasqyrohet ndoshta si të kaluarën, tash mos flasmi sepse kemi kalu prej sistemeve të ndryshme, po edhe sistemeve tërta besoj që të ndryshohet pasqyra e Ministrisë Punëve të Brendshme. Zyrtari policor në opinion duket si hero, mos duket si ndokush të cilit do të na arrijë mbi kokë dhe do të na bëj presion. Dhe për atë arsye shpesh jam kritikuar se peluaj atë rolin e profesorit, se duhet ndryshoj, qem pak më rigoros. Mirë po kam insistu edhe me ambasadorët edhe ndërkombëtarët të cilët na japin vazhdimsi për krahje që të investojnë në riedukimin e zyrtarëve policor, në formën e trajnimeve, në formën e seminareve, konferencave të ndryshme dhe normalisht ta ndryshojmë pasqyrën e gjithë këtij dikasteri i cili besoj se mund përmirësohet edhe mund të jetë edhe shumë më afër popullatës. Dhe çdo takim që e bëj me kryeshefët e stacioneve policoreve, motoja ime dhe sugjerimet e mia janë pikërisht që të jenë të kujdesshëm sjellje me qytetarët, sepse ne jemi në shërbim qytetarëve dhe duhet të jemi afër qytetarëve, sepse ato janë mbrojtja jonë, ato janë siguria jonë, dhe ne kur ta shohim një zyrtar policor duhet gëzohemi, e jo ikim apo të frigohemi atë që përmenda si të kaluarën. Besoj se ajo pasqyrë veç ka filluar të ndryshohet, jo se atë dëshiron shembull zëvendës ministri apo e dëshiron një funksionar politik, po besoj se atë duhet ta dëshirojë çdo qytetar i cili mendon dhe beson se fati i këtij shteti është në familjen e madhe të BE-s. Zëvendës ministër, sa po ke kohë për familjen, jetën tënde personale? Po mundohemi ta menaxhojmë besoj edhe atë pjesë, edhe pse në këto funksione paraprakisht ndoshta i kemi diskutuar edhe me familjen, se ndoshta s'do të kemë shumë mundësi që të mirën me familjen, sepse normalisht edhe familja kërkon që të kenë një përkushtim më të veçantë. Besojmë profesionin të cilën akoma po them, nuk e kam ndalë, e vazhdoj në kontinuitet. Kam pas hapësirë që të jem më afër familjes, t'i përkushtohem prindërve, t'i përkushtohem familjarëve, shoqërisë. E tash normalisht shfrytëzoj rastin, do thotë prej kësaj interviste, pse jo edhe t'ju kërkoj ndjes. Se ndoshta ndonjëherë edhe nuk mundemi të rrim afër familjarëve, të rrim afër fëmijëve, të qëndrojmë. Mirë po besoj se fati i popullit është më i madh se ai i familjes. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për ju.